Sa reklamojnë në mediat tona bizneset e cilat importojnë prej Kinës. Komunikatën e partisë politike e publikojnë njëjtë që ka shkruar partia. Problemi i reklamimit në sferën e mediave në Kosovë ka një zinxhir të madh të problematikës dhe është shumë probleme e ndjek se kush është reklamuesi, dyta sa janë mjetet dhe e treta cili është qëllimi i reklamës. Pra na identifikojmë reklamimin e msheft, pra kur situata parat merren dhe artikulli del mirë, por nuk tregohet që është i sponsorizuar. E dyta e kemi reklamimin indirekt apo përfitimin indirekt që ne e identifikojmë sidomos prej partive politike dhe kompanive të cilat fitojnë tender apo marrin leje të dërtimit, të cilat në një formë ose tjetër për me financu fushatën elektorale për publikimet në media, ata thjesht japin marketing në mediat të caktuara, ndërsa kjo kompenzohet në format thjesht rireklamimit ose mbështetjes për një parti politike. Pra kjo është njëra prej sfidave kryesore të cilën ne kemi për me mri me zbulu se cila është mënyra e financimit të fushatave të partive politike, për shkak se dhonat të cilat partitë politike i dërgojnë në KQZ, por na tregojnë që ka shumë pak mjetet të cilat shkojnë te mediat dhe ka shumë pak pare për reklamim, ndërsa në anën tjetër çmimet e tregut nuk mrin me arsyetu gjithë këtë publikim i cili ndodh gjatë zgjedhjeve. Kam portale të cilat edhe në dokumentare kemi konstatu, të cilat komunikatën e partisë politike e publikojnë njëjtë që ka shkruar partia. Komuniteti serb është i ndikuar 100% prej asaj çka prodhohet në mediat në Serbi. Dhe në dokumentar rrin mu pa se cili është kredibiliteti i mediave cilat janë dy shtete tjera në Serbi dhe burimet në anën tjetër të mediave të cilat vijnë prej Shqipërisë. Pra, kontenti i cili prodhohet në Shqipëri, i cili vjen në formë të entertainment kryesisht apo dhe të lajmeve apo të materialeve të cilat lidhen për Kosovën, ka një ndikim bukur të madh në raport me qëndrimet politike të vendit tonë apo në informimin e qytetarëve të Kosovës. Jemi shumë të ekspozuar ndaj burimeve të jashtme dhe influencës e cilën na vjen prej jashtë. Importohet në Kosovë pas një lloj filtri. Askush nuk ka në Kosovë një dhonë se sa reklamojnë në mediat tona bizneset e cilat importojnë prej Kinës. Pra nëse është importuesi i Kina eksportues shumë i madh në Kosovë, rrjedhimisht ata do duhet edhe me investu një shumë madhe të parë në promovimin e produkteve tyre.